Komentimi përsosur I Kuranit, Gjuzi I 29, Sure El Insan, ajetet nga 5 deri te ajeti 11. Innal ebrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Sigurisht të ndershmit besimtar do të pinë në xhennet kupa me pije të përzirë me kafur, nga burimi që vetëm robët e Allahut pinë dhe të cilin mund ta çojnë nga të duan. Ata e zbatojnë premtimin dhe I friksohen ditës së Kiametit, të merris së cilës përhapet gjithkund. Ata I ushqejnë të varfrit, jetimet dhe të zënët të rob, edhe pse vetë janë nevojtar. Duke thënë, ne ju ushqejmë vetëm për hir të Zotit, për këtë nuk duam shpërblim e as falënderim. Ne I friksohemi Zotit tonë në një ditë të ashpër që do t'i bëj fytyrat të jenë të vrentura, por Allahu do t'i ruaj ata nga tmerret e asaj dite e do t'u jap shkëlqim dhe gëzim. Shkaku I zbritjes. Argument madhështor mbi virtytin e Ehli Bejtit të profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ibn Abbasi ka thënë, Imam Hasani dhe Imam Hyseini, paqja e Allahut qoftë mbi ta, ishin të smur, profeti së bashku me disa shok shkoi për t'i vizituar. Ndërkohë ju drejtua Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, o Ebu Hasan, do t'ishte mirë që t'kishe bërë një nedhër për shërimin e fëmijëve të tu. Imam Aliu, Hazreti Fatimia dhe Fedhe, shërbëtorja e tyre, vendosën se nëse fëmijët shërohen, do ta gjërojnë 3 ditë. Sipas disa transmetimeve dhe Imam Hasani dhe Imam Hyseini vendosën ta gjëronin. Nuk kaloi shumë kohë dhe që të dy u shëruan, ndërkohë u mungonin lëndët ushqimore në shtëpi. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, mori borxh ca kile grur, Fatimia e bloi 1/3 e tij dhe me mielin gatoi bukë. Në kohën e iftarit në shtëpinë e tyre erdhi një varfanjak dhe ju drejtua me fjalët: paqja qoftë mbi ju, o familje e Muhamedit. Unë jam një nevojtar prej fukarinjve mysliman, ju lutem më jepni pak ushqim që Allahu t'ju dhuroj ushqimin e xhennetit. Të gjithë ushqimin ja dhuruan këtij njeriu, atë natë nuk futën gjë në gojë përveç ujit që pinë. Ditën e dytë gjithashtu agjëruan dhe në kohën e iftarit e shtruan sofrën me ushqimin, bukën prej gruri. Përsëri u dëgjua trokitja e derës, ishte një jetim që kërkonte ushqim dhe çfarë kishin për vete ja dhan atij. Edhe këtë herë bën iftar vetëm me ujë dhe vazhduan ta agjëronin ditën e tretë. Në ditën e tretë një person I zënë rob në kohën e perëndimit të diellit erdhi në shtëpinë e tyre, sërish secili prej tyre I dhan atij pjesën e ushqimit të vet, pra të gjithë sakrifikuan ushqimin për të. Të nesërmen, në agim, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, kapi përdori Imam Hasanin dhe Imam Hyseinin, paqja e Allahut qoftë mbi ta, dhe shkuan te profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kur profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e pa se atyre u dridheshin këmbët nga uria, ndër të tjera tha: për mua shumë e vështirë t'ju shoh në këtë gjendje. Më pas u ngrit në këmbë dhe u nis me ta. Kur hyn në shtëpinë e Fatimes, e pa që ishte e zënë me adhurim, ndërkohë nga uria e tepërt barku ishte ngjitur me kurizin, syt I ishin futur brenda. Profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u shqetësua. Në këtë kohë zbriti Xhebraili dhe tha: o Muhammed, merre këtë sure. Zoti I madhëruar të përgëzon me një familje të tillë. Më pas ja lexoi surën Hel Ete, disa kanë thënë se I lexoi 18 ajete nga ajeti 5 deri tek ajeti 22. Më lart u tha teksti I hadithit, I cili me pak shkurtime është shënuar në librin El Ghadir, si teksti I përbashkët I transmetimeve të shumta rreth kësaj ngjarjeje. Në këtë libër janë shënuar edhe emrat e 34 dietarëve të famshëm sunni që e kanë cituar në librat e tyre këtë hadith në titullin e librit dhe brenda tij. Pra hadithi I lartë përmendur është gjerësisht I njohur prej dietarëve sunni.
Dietarët Shia mendojnë se këto 18 ajete apo pjesa më e madhe e kësaj sureje ka zbritur rreth ngjarjes së lartë përmendur, të gjithë pa përjashtim në librat e komentimit të Kuranit apo të hadithit. Këtë hadith e kanë përmendur si një prej shkaqeve të krenarisë dhe virtyteve të rëndësishme të Imam Aliut, e Fatime Zehras dhe fëmijëve të tyre. Përveç kësaj, ashtu siç e diskutuam edhe në fillim të surës, kjo ngjarje është aq e njohur dhe e përhapur, saqë është pasqyruar edhe në poezitë e poetëve, përfshir odën e njohur të Imam Shafiut. Kritikuesit fanatik, ashtu siç e kanë zakon, sa herë që hasin në virtytet e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, shfaqin një ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Ata kanë treguar shumë zell për të sjellë kundër argumente dhe kanë bërë vërejtje të ndryshme rreth shkakut të zbritjes. Midis këtyre vërejtjeve përmendim: 1. Kjo sure është mekase, ndërkohë që ngjarja për shkakun e zbritjes i përket periudhës pas lindjes së Imam Hasanit dhe Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi ta, ndërkohë që këta dy imam kanë lindur në Medinë. Por ashtu siç e shpjeguam gjerësisht në fillim të kësaj sureje, kemi argumente të qarta të cilat vërtetojnë se gjithë surja apo së paku 18 ajete të saj kanë zbritur në Medinë. 2. Rrëfimi i ajetit është i përgjithshëm, atëherë si është e mundur që t'u atribuohet personave të caktuar. Kuptimi i përgjithësues i ajetit nuk bie në kundërshtim me zbritjen e tij për një rast të posaçëm. Shumë prej ajeteve kuranore kanë kuptim gjithëpërfshirës, por shkak për zbritjen e tyre është bërë një gjë apo person i veçantë. Por nuk është e drejtë që kuptimin përgjithësues të një ajeti pavarësisht shkakut të zbritjes ta personalizoj dikush dhe ta marrë si argument për mohimin e shkakut të zbritjes së tij. 3. Disa komentues të tjerë kanë transmetuar shkaqe të tjera zbritjeje rreth këtij ajeti, të cilat nuk përputhen me shkakun e lartë përmendur. Për shembull, Suyutiu në Ad-Durrul Manthur ka transmetuar se një zezak erdhi te profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe e pyeti për tesbihun dhe tehlilin. Omeri tha: mjafti ke bërë shumë pyetje profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Profeti u kthye: ej Omer, pusho. Ky rast u bë shkak për zbritjen e surës Hal Ata. Në një hadith tjetër, po në këtë libër thuhet se një burr nga Habesheja erdhi pranë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe donte ta pyeste atë. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: pyet dhe mëso. Burri e pyeti: o i dërguari i Allahut, grupi juaj për nga ngjyra, fytyra dhe profecia qëndron më lart se ne. A do të jem me ty në xhenet nëse unë besoj në atë që keni besuar ju dhe veproj ashtu siç keni vepruar ju? Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: po, betohem në Allahun që jeta ime është në dorën e tij, se bardhësia e zezakëve në xhenet do të vërehet nga 1000 vite rrugë. Më pas, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tregoi për shpërblimet e rëndësishme për shqiptimin e shprehjes La ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdi. Këtu zbriti surja Hal Ata. Por duke parë se këto hadithe pothuajse nuk kanë asnjë përshtatshmëri me përmbajtjen e ajeteve të surës Hal Ata, arrijmë të kuptojmë se kemi të bëjmë me falsifikim nga ana e përfaqësuesve të Beni Umejjes dhe të ngjashmëve me ta për të nëpërkëmbur shkakun e zbritjes së vërtet në lidhje me familjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. 4. Pretendimi tjetër i tyre lidhet me pyetjen si është e mundur që njeriu të qëndrojë i uritur 3 ditë me radhë dhe të bëjë iftar vetëm me ujë. Këtë pretendim po e diskutojmë. Në fakt, kjo është një kritikë e çuditshme, sepse ne dimë jo pak raste që për arsye shëndetësore njerëzit kanë praktikuar jo 3 ditë agjërim, por madje agjërimin e njohur 40 ditor, pra 40 ditë të plota kanë konsumuar vetëm ujë. Ata absolutisht nuk kanë konsumuar ndonjë ushqim, po kjo vepër është bërë shkak për shërimin e shumë prej sëmundjeve të tyre. Madje një prej mjekëve të njohur jo musliman me emër Aleksi Soforin ka shkruar një libër për efektet mjekësore të një agjërimi të tillë, duke paraqitur një program të saktë dhe të përpikt. Madje nëse nuk do të ishte e çuditshme për ju, disa nga bashkëpunëtorët tanë në këtë komentim e kanë praktikuar këtë agjërim gjerë në 22 ditë të plota.
5. Disa të tjerë kanë zgjedhur një rrugë tjetër, për shembull Alusi thot, edhe nëse pohojmë që kjo sure nuk ka zbritur për Aliun dhe Fatimen, nuk do t'u humbiste ndonjë vlerë sepse prania e tyre në radhën e të devotshmëve është një çështje që e din të gjithë. Më pas përmend disa nga virtytet e tyre dhe shton çfarë mund të thotë njeriu për këta dy persona të nderuar dhe të respektuar, veçse Aliu paqja qoftë mbi të është prijesi besimtarëve dhe mëkëmbësi i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Fatimi është pjesë e trupit të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe pjesë e ekzistencës muhamedane, kurse Hasani dhe Hyseini, paqja e Allahut qoftë mbi ta, janë shpirt, trëndafila dhe dy zotrinj të rinjve të xhennetit. Kjo nuk do thotë që të heqim dorë nga të tjerët, madje çdo kush që ndjek rrugë tjetër përveç kësaj rruge është i humbur, ka devijuar. Por ne themi në qoftë se pajtohemi që një virtyt me një popularitet të tillë të mos e marrim parasysh, atëherë edhe virtytet e tjera në mënyrë graduale do të pësojnë të njëjtin fat dhe do të arrijë një ditë kur do të mohojnë virtytshmërinë e Imam Aliut, Fatimes, Imam Hasanit dhe Imam Hyseinit, paqja e Allahut qoftë mbi ta. Duhet të kemi parasysh edhe këtë që në disa hadithe nga vetë Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, është transmetuar që në shumë raste karshi kundërshtarëve të vet ka sjell argumente që këto ajete kanë zbritur për të dhe familjen e tij. Është për të theksuar fakti se në Medinë zakonisht kishte robë, ndërsa në Mekë për shkak se nuk kishte nisur akoma fushata islame, kishte më pak robër. Kjo gjë është një tjetër dëshmi e të qenurit Medina se kjo sure. Pika e fundit që është e nevojshme ta përmendim këtu është fakti se disa dietar mysliman si Alusiu, komentuesi i njohur i Ehli Sunnetit, ka përmendur se në këtë sure hasim shumë prej begative të xhennetit, por për Hurul Ain, vajzat sy bukura të parajsës, që zakonisht përmenden në Kuranin famlar midis begative të xhennetit, nuk flitet fare, ka gjasa që kjo mos përmendje të jetë nga që kjo sure zbriti për Fatimen, bashkëshortin e djemtë të saj, dhe për hir të respektit ndaj zonjës së Islamit, paqja qoftë mbi të, në këtë sure nuk thuhet asnjë fjalë për hyrit sy bukura. Edhe pse diskutimi ynë për këtë temë u zgjat shumë, ishim të detyruar ta bënim për shkak të kritikave dhe brejtjeve të kundërshtarëve. Komentimi: shpërblimi madhështor i mirëbërësve të devotshëm. Në ajetet e kaluara, pasi njerëzit u ndanë në dy grupe, falëndërues dhe mohues apo në mirënjohës dhe mos mirënjohës, diskutuam shkurtimisht për ndëshkimet e ashpra për mos mirënjohësit dhe për shpërblimet e mirënjohësve dhe të devotshmëve. Këtu po sjellim shënime tepër interesante rreth kësaj çështjeje. Në ajetin 5 Kurani thot sigurisht të ndershmit besimtar do të pinë në xhennet, kupa me pije të përzierë me kafur. Fjala el ebrar është shumë si fjalës barrun, kuptimi kryesor i saj është gjerësia dhe shtrirja, prandaj fushat e gjëra janë quajtur barrun, meqense veprat e mirëbërësve kanë ndikim të gjerë në nivelin shoqëror. Kjo fjalë përdoret me këtë konotacion, kurse fjala birrun tregon mirëbërjen, bamirësinë. Sipas disa dietarëve, dallimi midis saj dhe fjalës khairun konsiston në faktin se fjala birrun është në kuptimin e mirësisë, hajr, të cilës i kushtohet vëmendje, kurse fjala khairun ka një kuptim më të gjerë. Fjala kafur ka kuptime të ndryshme leksikore, një nga kuptimet e njohura të saj është era apo aroma e këndshme. Kafuri njihet si bimë aromatike me erë të fortë që përdoret në mjeksi. Pavarësisht kësaj, ajeti i lartë përmendur tregon se kjo pije e parajsës mban erë të këndshme. Ajo e kënaq njeriun edhe me shijen e vet edhe me aromën e vet. Ka komentues që kanë thënë kafurun është emri një prej burimeve të xhennetit. Ky interpretim nuk përputhet me si fjalin kupa me pije të përzierë me kafur. Nga ana tjetër, duke pasur parasysh faktin se fjala kafurun rrjedh nga fjala kefër që përdoret me kuptimin e mbulesës, disa gjuhëtar, midis tyre dhe Ragibi në librin Mufredat, janë të mendimit se është zgjedhur ky emër për kafurin sepse ajo fshihet mes lëvores së frytit të pemës. Disa të tjerë kanë thënë se kanë quajtur kafur për shkak të bardhësisë së jashtëzakonshme dhe freskisë së saj, sepse kafuri i zakonshëm njihet gjerësisht për freskinë dhe bardhësinë e saj. Interpretimi i parë duket si më i përshtatshëm, sidomos duke e ditur që shpesh fjala kafur është përmendur krahas miskut dhe ambrit, të cilët janë nga aromat më të preferuara. Më pas ajeti përmend burimin e kësaj pijeje të pastër dhe thot për këtë nga burimi që vetëm robët e Allahut pinë dhe të cilin mund ta çojnë nga të duan. Ky burim i kësaj pije të pastër është plotësisht në funksion të mirëbërësve të devotshëm dhe robëve të Allahut. Në një hadith të transmetuar nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, jepen shpjegime rreth
saj, ai thotë ky është një burim në shtëpinë qiellore të profetit e Islamit dhe prej atje rrjedhët drejt shtëpisë së profetëve dhe besimtarëve të tjerë, ashtu si në këtë botë burimet e dijes dhe të mëshirës gufojnë nga shtëpia e profetit të nderuar dhe rrjedhin drejt robëve të Allahut dhe mirëbërësve edhe në ahiret. Burimi i pijes së pastër hyjnore buron nga kjo shtëpi e shpalljes dhe degët e tij rrjedhin nëpër shtëpitë e besimtarëve. Fjala ju fexhirune tregon çarjen e gjerë, qoftë çarja e tokës apo diçka tjetër, çarjen e natës nga drita e mëngjesit e quajnë fexhr, kurse personin imoral e quajnë fexhr, në kuptimin e çarjes së perdës së turpit. Ajeti që po diskutojmë këtë fjalë ka përdorur me kuptimin e çarjes së tokës. Këtu do të tregojmë se në mesin e begative të shumëllojshme të xhenetit të cilat përmenden në këtë sure, begatia e parë është shtëpia e spastruar aromatike për të cilën diskutuam, sepse pas përfundimit të llogaridhënies në atë ditë të tmerrshme sapo besimtarët hyjnë në xhenet, u jepet kjo pije e cila u largon çdo lloj brenge, shqetësimi dhe papastërtie. Besimtarët të dehur nga dashuria e Zotit shijojnë begatitë e tjera të xhenetit. Në vijim ajetet flasin për veprat dhe cilësitë me të cilat karakterizohen mirëbërësit e devotshëm dhe robët e Allahut, përmenden 5 cilësi dhe shpjegojnë arsyeën e meritimit të tyre mes aq shumë begatish. Ajeti 7 thotë ata e zbatojnë premtimin dhe i friksohen ditës së Kiametit, meris së cilës përhapet gjithkund. Foljet Jufun dhe Jekhafun në fjalit në vijim janë në kohën e tashme dhe bëjnë të qartë se ky është programi dhe praktika e tyre e vazhdueshme dhe e qëndrueshme. Sigurisht, ashtu siç e diskutuam, shkaku i zbritjes, shembulli më i përsosur dhe më i plot i këtyre ajeteve janë Imam Aliu, Fatimia dhe 2 djemtë e tyre, Hasani dhe Hyseini, paqja e Allahut qoftë mbi ta, të cilët premtimin e tyre në lidhje me 3 ditët e agjërimit e përmbushën duke bërë iftar vetëm me ujë, zemra e tyre ishte e mbushur me frikën ndaj Allahut dhe druajtjen e Kiametit. Fjala mustatira është përdorur me kuptimin e shtrirjes dhe të përhapjes së dënimeve të shumëllojshme në atë ditë të madhe. Frika e tyre nga sherja saj dite të madhe tregon besimin e tyre në ringjallje, si dhe përgjegjësinë e madhe që ndjejnë karshi urdhrit hyjnor. Ata kanë besuar në të përjetshme dhe kanë besim për vërtetësinë e të gjitha dënimeve të keqbërësve në atë ditë. Gjurmët e këtij besimi janë plotësisht të dukshme në veprat e tyre. Pas kësaj, ajeti 8 përmend veprën e tretë të merituar të tyre. Ata i ushqejnë të varfrit, jetimet dhe të zënët të robë, edhe pse vetë janë nevojtarë. Të ushqyerit e tyre nuk është kaq e thjeshtë, ajo së bashku me vetë flijimin në kohën e nevojës së madhe është një bamirësi e gjerë që shtrihet në lloje të ndryshme të varfërisë, siç është jetimi i varfanjaku dhe i zëni i rob, kështu që mëshira e tyre është e përgjithshme dhe shërbimi i tyre është i gjerë. Për emri ala hubbihi i referohet ushqimit për të cilin kanë nevojë, por përsëri preferojnë ta durojnë atë. Kjo është e ngjashme me konceptin që është diskutuar në ajetin 92 të surës Ali Imran, ku thuhet: kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot në besim as kënaqësinë e lumtur në xhennet, derisa nuk e jepni më të dëmshmen e pasurisë tuaj. Disa kanë thënë se për emri në fjalë i referohet Allahut. Kjo fjalë përmendet në ajetet e kaluara dhe do thotë se ata ushqejnë për hir të dashurisë ndaj Allahut, por duke pas parasysh faktin se kjo çështje trajtohet në ajetin në vijim, duket që interpretimi i parë është më i saktë. Domethënia e fjalëve i varfër, jetim dhe i zënë rob është e qartë, por ajo që është objekt diskutimi midis komentuesve të Kuranit ka të bëjë me pyetjen se për cilin të zënë rob bëhet fjalë në këtë ajet. Shumë komentues kanë thënë se këtu bëhet fjalë për zënien në rob të politeistëve dhe të jo besimtarëve, të cilët i sillnin në shtetin islam të asaj kohe pranë Medine. Disa kanë dhënë mendimin se bëhet fjalë për skllëbërit që janë zënë nga pronarët e tyre. Një pjesë e tyre kanë konsideruar si të zënë rob të burgosurit. Komentimi i parë është më i përshtatshëm dhe më i njohur. Këtu lind pyetja: i zëni i rob që trokiti në derën e Imam Aliut ishte i burgosur apo jo? Kësaj pyetje i është dhënë përgjigje nga transmetimet e librave të historisë në kohën e profetit, ku thuhet se në mënyrë absolute nuk ekzistonte asnjë i burgosur. I dërguari i respektuar i shpërndante robërit e zënë dhe u kishte besuar myslimanëve, duke u thënë: kujdesuni për ta respektuar
respektoni dhe ndihmojini ata, nëse dikush nuk kishte mundësi të siguronte ushqim për ta, kërkonte ndihmën e myslimanëve të tjerë për t'i ushqyer, i dërgonin të shoqëruar apo të pashoqëruar në shtëpitë e myslimanëve me qëllim që t'i ndihmonin, sepse në atë kohë myslimanët ishin në kushte tepër të vështira. Është e vërtetë që më vonë kur shteti islam u përhap dhe numri i robërve u shtua dhe për shkak të zmadimit të arealit të shtetit, kriminalët u shtuan, u krijua institucioni i burgut dhe ushqimi i robërve dhe i kriminalëve bëhej nga buxheti i shtetit. Sidoqoftë, nga ky ajet kuptojmë se një nga veprat më të mira është ushqyerja e të vobektëve dhe e nevojtarëve, e cila nuk vlen vetëm për nevojtarët mysliman, por edhe robët e shteteve të jo besimtarëve përfshihen në këtë dispozitë të Islamit. Madje ushqyerja e tyre është konsideruar si një nga veprat e spikatura të mirëbërësve të devotshëm. Në një hadith prej të dërguarit të Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, lexojmë: silluni mirë me robërit. Kur myslimanët e dëgjuan këtë, ndonjëherë edhe ushqimin e vet u jepnin robërve. Vepra e katërt e spikatur e mirëbërësve të devotshëm konsiderohet sinqeriteti dhe çiltërsia. Për këtë ajeti thotë: ne ju ushqim vetëm për hir të Zotit, për këtë nuk duam shpërblime as falënderim. Ky realitet nuk është kufizuar vetëm me çështjen e të ushqyerit, por të gjitha veprat e tyre janë motivim i pastër dhe për hir të Allahut ata nuk kanë asnjë pritshmëri për shpërblimin e njerëzve, madje për vlerësimin dhe falënderimin e tyre. Në thelb në Islam, vlera e veprës varet nga çiltërsia dhe sinqeriteti i saj, prandaj veprat me motive hyjnore, nëse janë produkti hipokrizisë, egoizmit dhe egocentrizmit, pritshmërisë për falënderim dhe mirënjohje, shpërblimit material, nuk kanë asnjë vlerë shpirtërore dhe hyjnore. Hadithi i njohur i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk ka vepër pa synim, veprat janë vetëm me anë të synimeve, dëshmon po këtë kuptim. Me fjalën wajhullah, fytyrën e Allahut, nënkuptohet qenia e Allahut, sepse Allahu nuk ka formë fizike. Këtë e hasim edhe në ajete të tjera kuranore, si në ajetin 272 të surës El-Baqara, por vetëm për hir të Allahut. Ajeti 28 i surës El-Kahf për shoqërinë rreth profetit thotë: përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre në mëngjes e mbrëmje e që kanë për qëllim kënaqësinë e tij. Për cilësimin e fundit të këtyre njerëzve të rafinuar, ajeti 10 thotë: ne i friksohemi Zotit ton në një ditë të ashpër që do t'i bëj fytyrat të jenë të vrenjtura. Kjo fjalë mund të jetë treguese e gjendjes së tyre. Fjala abusen tregon një njeri që bën fytyrën e zymë për shkak të theksimit të gjendjes së trishtueshme të asaj dite, që do thotë se ngjarjet asaj dite janë kaq të frikshme dhe shqetësuese sa që atë ditë jo vetëm njerëzit janë me fytyra të zymta, por edhe vetë ajo ditë është e zymt. Për etimologjinë e fjalës qamtarira ka mosmarrveshje midis komentuesve të Kuranit dhe gjuhëtarëve, sepse sipas disa prej tyre ajo rrjedh nga rrënja el qamtaru. Mendimi tjetër është se ajo rrjedh nga fjala qatr dhe shkronja mim është shtesë. Më i pranueshëm dhe që njihet gjerësisht është kuptimi i ashpër dhe i zymt. Këtu lind pyetja: nëse mirëbërësit e devotshëm punojnë vetëm për hir të Allahut, pse atëherë deklarojnë: ne jemi të friksuar nga dënimi i ditës së Kiametit? A mund të pajtohet motivimi hyjnor me motivimin që buron nga frika e përmendur, duke pasur parasysh se ata çdo hap e hedhin për hir të Allahut? Kjo është dhe përgjigjja. Nëse friksohen nga dënimi i Kiametit dhe i dënimit hyjnor dhe nëse kanë pasion për begatitë e xhennetit, kjo është po ajo çështje që në jurisprudencën islame trajtohet në kapitullin niyeti i adhurimit. Sipas jurisprudencës islame, synimi i afrimit me Allahun në adhurime dhe ritet fetare nuk është në kundërshtim me dëshirën për shpërblim dhe frikën nga ndëshkimi. Edhe përfitimi të mirave materiale në këtë botë prej Allahut nuk është në kundërshtim me jurisprudencën islame, sepse të gjitha këto kthehen te Allahu, apo siç e shprehen dietarët, janë nga motivi mbi motivin, edhe pse etapa më e lartë e adhurimit është pasioni për begatitë e xhennetit e as frika nga dënimi i ferrit, por bëhet për shkak të dashurisë ndaj Allahut. Të shprehurit si do t'i bëj fytyrat të jenë të vrenjtura, gjithashtu është dëshmi përse kjo frikë është nga lloji i druajtjes prej Allahut. Çështja tjetër që kërkon vëmendje është fakti se cilësimi 2 nga 5 cilësitë e përmendura si dhe 5 janë çështje frikës, vetëm me këtë ndryshim, në rastin e parë flitet vetëm për frikën nga dita e Kiametit, kurse në rastin tjetër druajtja është nga Allahu në ditën e Kiametit. Në njërin rast Kiameti është përshkruar i tillë që e keqja e tij është e gjerë, kurse në rastin tjetër e keqja e tij është e ashpër dhe e zymt, njëri tregon gjerësinë sasiore, kurse tjetri gjerësinë cilësore.
Në ajetin e fundit të diskutimit ton flitet në përgjithësi për veprat e mira dhe synimet e çiltra të mirëbërësve të devotshëm. Ajeti deklaron, por Allahu do t'i ruajë ata nga tmerret e asaj dite e do t'u jap shkëlqim dhe gëzim. Fjala në dhëratun tregon egoizmin, euforinë dhe lumturinë që ndjen njeriu për shkak të bollokut të begative dhe komfortit. Po, ngjyra e fytyrave të tyre në atë ditë reflekton qetësinë dhe disponueshmërinë e tyre të brendshme, për pasojë, nëse në këtë botë për shkak të ndjenjes së përgjegjësisë i druheshin asaj dite, Allahu i madhëruar në këmbim atë ditë i zhyt në gëzim dhe ngadhinjim. Të shprehurit me liqahum është shumë e qelluar dhe tregon se Allahu i madhëruar do t'i gostisë me mirësinë e posaçme të tij këta mysafir të nderuar, si dhe ata janë të zhytur në ngadhënjim dhe lumturi dhe do t'i vejë nën hijen e mëshirës së vet. Ulumtim. Ushqyerja e të uriturve është nga mirësitë më të larta. Kurani jo vetëm në këto ajete ka konsideruar të ushqyerit e të tjerëve si një nga veprat e spikatura të mirëbërësve të devotshëm dhe robëve të Allahut, por edhe në shumë ajete të tjera e ka theksuar dhe ka vënë në pah këtë koncept. Kjo gjë gëzon një admirim të posaçëm pranë Allahut, nëse shohim botën e sotme. Çdo vit vdesin nga uria, ndërkohë që në rajone të tjera të botës në koshin e plehrave hidhet shumë ushqim i tepruar, saqë nuk llogaritet dot. Por ne do të bëhet e qartë nga një anë rëndësia e këtij rekomandimi të Islamit dhe nga ana tjetër shkalla e largimit të botës së sotme nga vlerat dhe kriteret kritike. Edhe në transmetimet islame vërehen këshillime të shumta për këtë çështje, këtu po përmendim disa shembuj. Në një hadith të transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, thuhet: ai që i ushqen 3 mysliman, Allahu do ta ushqejë me 3 kopshte të parajsës. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, thot: ai që ushqen besimtarin derisa të ngopet, asnjë nga krijesat e Allahut nuk e din se sa shumë sevap ka në ahiret, as engjëjt më të aftë nga Allahu, as profetët e dërguar përveç Allahut që është kujdestari i botëve. Në një hadith tjetër, po ky imam thot: ushqyerja e një besimtari nevojtar është më e pëlqyeshme për mua se sa ta vizitoj atë, ashtu siç vizita e tij është më e pëlqyeshme për mua se lirimi i 10 skllëbërve. Në transmetime nuk flitet vetëm për nevojtarët dhe të uriturit, por në disa prej tyre thuhet qartë të ushqyerit e besimtarit, edhe nëse nuk është nevojtar, është e barabartë me lirimin e robit. Kjo tregon se ky veprim përveç plotësimit të nevojave krijon miqësi dhe përforcon lidhjet me njëri tjetrin, tërësisht e kundërta e kësaj praktikohet në botën e sotme ku indiferentizmi ndaj këtyre plagëve është i pranishëm kudo. Në disa transmetime është diskutuar se të ushqyerit e të uriturve, edhe pse nuk janë besimtarë dhe mysliman, është nga veprat më të mira. Për këtë profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: një nga veprat më të mira te Allahu është freskimi i mushkërive të nxehta të uriturit dhe ngopja e stomakëve të uritura. Betohem në atë që jeta e Muhamedit është në duart e tij, se nuk më ka besuar mua ai njeri që flej ngopur dhe vllai i tij ose komshiu i tij mysliman është i uritur. Pjesa e dytë e këtij hadithi flet për ushqyerjen e myslimanëve, kurse kuptimi i pjesës së parë është më i gjerë, ai përfshin çdo të etur apo të uritur. Disa mendojnë se në këtë kuptim të gjerë përfshihen edhe kafshët. Për këtë çështje ka shumë transmetime.